Muajt e tërë, fshatrat e rajonit të Likovës ishin arenë e luftimeve të rrepta midis forcave të ushtrisë shtirimtare kombëtare dhe atyre ushtarake policore maqedonase. Slupçani padyshim ishte ndër fshatrat më të shkatruara gjatë kësaj lufte. Ekipi ynë gjatë luftës pa të vizituar këtë fshat dhe siç është njoftuar opinioni pa të regjistruar pamje trënditëse. Pas luftës, ekipi ynë sërish vizitoi Slupçanin dhe regjistroi pasojat e luftës shkatrimtare. Vërtet pasojat e luftës në rajonin e Likovës janë të mëdha. Kemi mbi 70% lokaliteteve të komunës Likovës tërësisht të shkatruar. Sigurisht ka mund edhe objektivi kamerës ju ata ta ndryqoj. Mendoj që komuna e Likovës përbën 22 lokalitete, prej të cilëve mbi 19% mbi 70% janë të rënuar, granatuar, djegur dhe shkatruar, po kemi pas edhe dikun afër 62 personave të vdekur, prej atyve 29 janë dëshmor dhe 13 civil. Këto janë ai bilansi katastrofal gjatë gjithë luftës 6 mujore që ka ndodhur në komunën të Likovës. Fatmirësisht janë bë hapat e parë konkret, sepse komuna e Likovës deri para disa ditëve ka qenë në një shtetërrethim të hekurt, e bllokuar totalisht nga ana e forcave ushtarako-policore maqedone. Mirë po tani para disa ditëve u lirua arteria kryesore edhe pse me pengreza, por ka filluar një gjallëri në gjithë lokalitetet e komunës së Likovës. Fshati më i prekur edhe fshati kyç i historisë re të shqiptarët Maqedonisë është Muki fshat, fshati Slupçan, i cili ishte një fortifikat e madhe gjatë tërë asaj që ndodhi, gjatë tërë luftimeve që ndodhen këtu në Maqedoni, konkretisht në komunën e Likovës, ku forcat ushtarako-policore maqedone me gjithë arsenalin që përdorën prapë nuk mundën që të futen në këtë fshat, dhe natyrisht ky fshat gjatë luftës ka dhënë 22 viktime, prej atyre shumica janë dëshmor dhe shkatrimet janë marramendëse. Këtu prej 596 shtëpive, vetëm 8 janë të paprekur, do me thonë damet janë shumë të mëdha. Kjo është, apo më mirë të themi, ishte shtëpia e Qenan Çailit në hyrje të Slupçanit, e cila është shkatruar tërësisht nga granatimet e vazhdueshme të forcave maqedonase. Forcat maqedonase që 6 muaj kur ka filluar do me thonë lufta, na kanë granatuar këtu në fshatin tonë Slupçan. Familja juaj ku është strehuar përkohësisht? Po një muaj ditë jena konë në të shtëpia të vllaznit, ta na kanë shkuar në fshatin në Ropalc. Atje kanë qëndruar. Po. Ku jeni kthy tani këtu? Mas pushimit që e ka thonë atë, por atë pushimi që akon që do më thonë që asin e qatere kena këtë gjenë.
Sa janë shkatrimet e mëdha këtu? A mund të na përshkruani sa është dëmtuar kjo shtëpi? Po kjo shtëpi ka shumë ka dëm. Për edhe vetë që e peshinja, thine veç për drumë shëm ka metër, du me thonë, që shumë ashe e dëmtume. Familjen e keni në podrum, a strëuar? Po, familjen e kam podrum. A keni kushte aty për jetesë? Po, si në podrum, mos. Pa rrim, pa atone që janë këta që i vinë atones. Është qënë prej mbarimit luftës, populata civile më njëherë filloi të kthehet në për vendet e veta. Hapi i parë i tyre ishte që më njëherë të fillojnë të rindërtojnë shtëpitë sa për të futur kokën. Fillun kështu pa ndihmat e huaja, me ndihmat e veta atë që kishin mundësi i mbuluan disa shtëpi. Dhe ne formom një këshill përfaqësues të Pçanit ku më njëherë u kapëm me shoqatat e jashtme, cilët janë të interesuara shumë të investojnë në këtë fshat. Jeta momentalisht është e qetë këtu në normale, pak është problem për shkaku i amnestisë, e cila është vetëm me deklarate, jo ende me ligj. Ajo ban pengesë për qarkullimin e lirë të fshatarëve, për të shkuar në qytet. Ende i maltretojnë të rinjt, cilët kanë qenë pjesëtar të kësaj lufte. Kurse këtu në jeta është normale, ka mungesë të rrimës, ende që 7 muaj rrima nuk është, po. Pari për shëndet juve që keni ardhur në marrë pjesë me na vizituar. Na pjesë kemi marrë në podrum, që për të rekën e kemi shpinë, më thonë. Që ati kemi jetë 27 ditë, 8, me këtë familjen e me. Që ati më granatimet ka pas ditë për ditë më, sa kanë mujtë me rarë, që ati kemi nejtë. A keni pas ushqim, a keni pas probleme? Kemi pas, në bere qatë asë një pas ushqim. Pa të më bëmë gati ka pak, dishka. Në është e krejtat jo me këtë mundësi s'kemi pa, këtë mi bëma, kemi pas. A keni pas frikë, jo, a keni pas frikë? Kishe frikë, se pishin kanimi këna të dimin dite. Edhe po dhumë asë një pas sigurt, për një me me thonë qytet mbroj për në dishka. Mirë po. Si ka ndodhë rasti i vrasjes antarëve të familjes Zëmberi? Rasti i vrasjes kësë familjes tonë ka ndodhë më 24 maj të këtij viti. Në ora 10 minuta vrasja ka ndodhën. Granatimet kanë fillu në ora 8 të mëngjesit, edhe ata ashpër, është granatu fshati në gjitha anët. Si prej perëndimit, atje veri perëndimit, i vendi i quajtur Izvor, në anën tjetër në jug atje, në Lindje dhe veri Lindje. Do të thonë gjitha anët e fshatit ta granatu. Ku keni qenë ju strehuar? Ne kemi qenë antarët e familjes tonë, kanë qenë të strehuar në këtë podrum, këtu kanë qenë të strehuar mbi 80 veta. Kanë qenë pleq, gra dhe fëmijë. Kush është vrarë këtu? Këtu në këtë strehimore është vrarë gruaja ime Selvia Zimberi, djali im 8 vjeçar Mersim Zimberi, vajza ime 2 vjeçare Hisnie Zimberi, pastaj vajza e kusherinit Sizane Zimberi, vajza tjetër e kusherinit Valbona Zimberi, djali i kusherinit Jenus Zimberi, 18 vjeçar, dhe vajza tjetër e kusherinit Neale Zimberi, në barim të klasës 8 ka qenë ajo, sa për i bjen 16 vjetë. Kështu pastaj kanë qenë të plaguar edhe mbi 28 persona. Fëmijë kryesisht kanë qenë edhe gra. Nga familja juaj, kush ka shpëtuar? Prej familjes time ka shpëtuar vetëm djali Beqiri, 6 vjeçar tash është në fushnjore, dhe nana ime Hisnia, 65 vjeçare është, ka qenë, këto 2 ditë kanë qenë të plaguar, por ja deshti fati dhe Zoti që ata të mbesin gjallë. Tani sërish jemi në Slupçan në fshatin e qendresës e të krenarisë Likovës. Këtu, muajt e tërë, populata ka qëndruar pranë luftëtarëve të lirisë
dhe nuk ka dashur që t'i braktisë vatrat e veta. Përmes disa sekuencave të ekipit të televizionit të Kosovës me 17 maj të këtij viti në Slupçan, të cilat patën tronditur mbar opinionin ndërkombëtar, duam të kujtojmë situatën e vështirë në të cilën gjendej popullata e kësaj ane. Qa muri minja se shkavi kemi me dalë për Slupçanit, ja. Kemi me rujt vatanit ton, me fmije me ketë kemi me djekën, po drum kemi me djekën. Ska me dalë venin me shtu asnja. Ketë në quanet na bombardojnë se s'kemi me dalën, hiç mat pikën e funit. Na për granata jam të shkuaj vend të ishet e shpia. Një piktamër fmive jemi të afrun sa me amajt shpirtin, të majve e dvoglive. Po kujton shkave që kemi me djekë, s'kemi me djekë, kemi me orë nuk që të shtonë për gazepi dhe venin se shplojmë. Po, se po kujton shkave se veç aj ka shpirt, edhe na kemi shpirt, e kemi burra, kemi vllaznije, kemi vllaznie, kemi culle, kemi fmi krejt. Ska me djek asnja, që tu kemi me djek, po drume dhe vatani s'kemi me shluën. Ska, asnja me dalë për këtu. Lagu me kemi e. Kitë të kom të janë të marme, kitë të flejnë me kom. Shuni be, shuni. Verën paralizume, s'po kam një kurgjon, shkam i dhoni t'i ndim. Ja, më s'konë, më s'konë. Mirë ka më bo, mirë. E mira zia, që dia i në qilë që Ky ishte mesazhi i Hajria Ramadanit për opinionin dhe faktorën ndërkombëtar. Ndërsa tani pas luftës, Hajria ja se si e vlerëson sakrificën e popullatës civile dhe rezistencën e luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Na kemi qëndru tanë luftës në fshatin Slupçan të gjithë me UÇK-ën. UÇK-ja na ka përkrah shumë. UÇK-ja na ka pruën ajën krejt ishimin, UÇK-ja na ka bajtën, na ka pruën. Mos t'i shkon UÇK-ja për me na i bajt ishimin, te na dhe akon vdekje shumë keq, akon vështirë, akon të jetuin në fshatin Slupçan. Na kemi jetu në fshatin Slupçan, nuk e kemi shlu venin. Të gjithë me fëmijë, me gra, me krejt, me gjithë UÇK-ja kemi qëndruan. Edhe UÇK-ja ka qëndru boll, nuk i kalon Maqedonët me në Slupçan, se Maqedonët kanë pas shumë qeftin në Slupçan, fshatin Slupçan. Ama nuk kanë mujt me hinjën fshatin Slupçan. Njëri ndër ata që në ditët më të vështira u gjend pranë banorëve të Slupçanit, sidomos pranë fëmijëve e pleqshve, ishte doktor Fatmir Hasani. Edhe shtëpia e tij ishte në shënjesër të atyre që ju pengonte misioni i tij prej humanisti. Doktor Fatmiri ja se si e përshkruan gjendjen shëndetësore të popullatës pas luftës. Tash pas luftës kemi smujt e ndryshme politraumatike, themi neurozat e fëmijët, të pleqt, të gratë, të cilët rreth 7 muajve qëndruar në luftë. Për ndihma humanitare themi nuk jam aq i kënaqur, meqense edhe vetë shumë herë kam intervenu te kriqi kushte ndërkombëtar që të sjell disa ndihma, por bashkëgjeshën në ditën e gjeshme dhe thanë që na nuk kemi mundësi që ndihmojmë, që nuk kemi barna sa duhet, përveç infuzioneve dhe disa barna themi sekundare, edhe pse neve na duhen barna të ndryshme. Ne jemi munduar themi në kanale të ndryshme qera themi në përmal që na sjellin barna. Dënherë kemi paguajtur, na dënherë kanë paguajtur themi donatorë të ndryshëm. Në momentin e tashëm, tash është koha umtërisht pak më e mirë, meqense themi hap rruga para një 3-4 ditëve kështu. Dhe na shënojmë barna këto dhe shkojnë i bina deri në Kumanov. Po, nga pacientët, a keni raste që kërkojnë ndihmë pikërisht ata që kanë pësuar trauma gjatë luftës? Që ato kanë, asi raste kemi shumë, po themi tash ato na i largojmë meqense nuk kemi asi kushte. Dihet se kjo popullata është tash ekonomikisht shumë e dobët tash, edhe pse i shkruajmë si terapi,
ata nuk e marrin, edhe presmi ditë më të mira që me siguri të çonë në për spitalet që ato mund të rehabilitohen për një kohë më të gjatë. Se thema shumë fëmijë tash që fshat tash një popullat me një popullat e re dhe kime neuroza të ndryshme të fëmijëve që kanë frikë tash, sidomos vetëm sot kanë pasur 5 restorante të cilat gjatë natës urinojnë ato, nuk kanë themi pasojë organike, po nga pasojë psikike tash i kanë të probleme dhe themi neuroza të ndryshme të fëmijët. Mirë po tash për tash kushtet tonë janë aq sa mund të ndihmojmë dhe pritet që në të ardhmen me siguri të dërgohen ata në një spital ku po një kohë më të gjatë shërohen. Në përlagjet e Slupçanit, kudo vrehen gjurmët e barbarisë së forcave maqedonase, të cilat synuan që këtë dhe fshatrat e tjera shqiptare t'i fshin nga harta gjeografike. Dikundër në hyrje të Slupçanit, kameramani ynë Mumin Jashari regjistron edhe automjetin e kolegëve të BBC-s, i cili si po e shihni ishte goditur nga forcat militare maqedonase, vetëm se nuk u konvenonte që para opinionit ndërkombëtar të plasohet e vërteta lufta drejt e shqiptarëve. Për fat, asnjë nga anëtarët e ekipit nuk patën mësuar. Jeni mirë? Jeni mirë. A jeni nga Nuk Slupçani? jom piktujt, Pjasanbekit. A Pjasanbekit, keni ardhur vizit me siguri. Era pak vizit, po shka me pa. Ku ne keni këtu? Mikën e kemi bab gjyshin një gjallet e kam. Po që? Shka po që? Ka keni pa këtu? A ishte? Veron, nuk ka në botë, po më do këtë ma shkret. Hiq. Se shka botë. Kujt. Po priti që të bëhet më mirë. Po inshallah do të pritmi ma mirë, mo. Pihan fjallë të qenë shumë. Mirë po shqip. S'po di shka me thonë, na këtë tonë shka vdesht edhe rinia jone, bonja shka vdesht e shti, ato tonë, ne të kujtojnë pak, ato që i kemi a gjenë në parlament, ne të kujtojnë për këtë luft që ka bon këto, se lufta nuk ka konë për një me, konë luft e madhe, e shti ato që dojnë me humbin, ta humbin, a luftën na, si luft e fitum, si luft. Slupçan kam tentuar disa herë me hijen, mina më nuk kanë mujt me hijen. Në fshatin më tesh janë konën, edhe peti kanë dalën. Mujtën me mbajt. Po tasha keni siguria, keni liri dilni qarkullarisht? Jo, s'kemi siguri. Siguri nuk kemi. Siguri veç të parë këtu në terin e Kushtak, Kumanov shkojnë, ato që s'kanë marrë pjesë në luftë, disa plesh shkojnë, ama disa nuk gëzojnë me shkojnë. Rinia shkojnë, ama shti me shku edhe me ujton vetë ma të duur, nuk kanë të drejta. Drejtat njëherë për njëherë, ato tonë nuk janë të bunu bërë. Atë kujtojnë ndonjë moment gjatë luftës, ndonjë moment shumë i vështirë që ka qenë ndonjë ditë, sigurisht nuk ka qenë gjitha ditë njësoj. Ka qenë, kujtohet në natën e fundit që përdojnë me marrë përshim kur kanë gjujtë, ata ja ka njësë 15 ora në ditë natës, teri sabale, teri në 6, pandër pe heq. Luftë të rëpta që më thëjnë apëtun, gjallë dhe mirë me kush është me sabale, Zotin në mbrojti neve për gjitha këti diktaturë e shkavet, edhe mirë kemi kaluar. E kështi, inshallah, tonë punojnë me men,
edhe detmërinja diçka. Faleminderit për juve, fala shokëve Kosovës, këtë më dhunë. Nga Slupçani kalojmë në për Orizare, vetëlidhjen e dëshmorit të kombit Ismet Jasharit, komandant Kumanovës, ku fëmijët na përshëndesin. Vizitojmë edhe qendrën komunale Likovën, ku valën flamuri kombëtar, për çka kishte ndruar dhe luftuar edhe komandant Kumanova. Vllau i tij Gjemali është në krye të Këshillit të Emergjencës të komunës së Likovës dhe bashkë me organizatat humanitare ndërkombëtare po përpiqet të dalë në ndihmë atyre që psuan më së shumti gjatë luftës. Pas luftës kemi një vërshim të emi kështu i organizatave ndërkombëtare dhe të vendit në këtë zonë të luftës. Këtu kam parasysh që është ndërmen UNHCR-in, UNHCR, IRC, pastaj janë Intersosi, USAID e shumë organizata tjera që ofrojnë dhe japin ndihmë në artikuj ushqimor dhe kështu material me komor. Intersosi veç ka bën një projekt kështu konkret për përmirësimin e riparimin e objekteve me karakter të përgjithshëm. Pastaj kemi IRC-n, i cila i ka marrën 4 fshatra që të bëjmë elmetimin për 700 shtëpi, fshatit Llajan, fshatit Vaksinës, fshatit Likovë dhe fshatit Orizare. Ky është Mateqi, të cilit i vije ende era shkrum. Në qendër të fshatit shihen gërmadhat e shtëpisë së kulturës, të xhamisë dhe të shumë shtëpive. Pasojat nga lufta janë të mëdha, për atë arsye sepse fshati ynë gjithsesi numëron dikun 650 shtëpi. Prej tyre vetëm se 180 kanë ngel kështu të paprekura, mund të them, kemi me dëmtime të vogla, kemi të shkatëruara dhe të djegura. Që gjithsesi në fshatin ton kemi 180 shtëpi që janë tërësisht të djegura. Kështu që kushtet e jetës janë të vështira, por ne do të përpiqemi duke u bazuar në thënien e Naimit që ne ka porosit punë, që kemi përfill mendimin e tij, do të mundohemi me gjithë potencialin faktikisht mendor dhe atë fizik që jetën ta rikëmbim. Është vështirë të përshkruan ato dytë të vështira, pikërisht në vendin ku gjendemi dhe japim deklaratën tonë, këtu kemi 16 të rinj që ja falën jetën kombit. Do thotë ranë dëshmor për të arritur ajo që synohet nga ana e rinisë shqiptare, popullata shqiptare faktikisht të jetë e barabartë në Maqedoni me të gjithë tjerët që jetojnë në këtë shtet. Kemi edhe dëshmorë tjerë, kështu në përvende tjera, në fshatra tjera. Unë them ata për Matesh se pikërisht këtu në Matesh lufta ishte luftë, më falin fjalor, më e fllihura. Për atë arsye sepse këtu u luftua në mur dhe shpesh herë kemi pas raste që në anën e kundërt të murit ka qëndruar forcat Sllav Maqedone, kurse në anën tjetër kanë qëndruar të rinj shqiptar me uniformë të UÇK-s. Ky ishte dikur stacioni policor maqedonas në Matesh. Faset me rër dhe makinat policore të djegura kanë mbetur vetëm si kujtimi së kaluarës. Pak me tutje, hasim edhe një tanks të përmbysur të ushtrisë maqedonase. Ka filluar disi të kthehet jeta normale, them me disa ndihmë humanitare që i bëjnë shoqatat humanitare në radhë të para të shqiptare, siç është Eli Ralli, Kalliri Mirësisë, pasandaj Kryqi i Kuq ndërkombëtar, Natyra e kështu me radhë. Sadokudo, unë them se disa gjëra janë duke ëmbëlsuar që t'ju delet në ndihmë, edhe pse ata nuk i plotësojnë të gjitha nevojat, themi ashtu, të jetës normale në këtë vend.
Në Opaj, afër Kumanovës, gjatë luftës, kanë qenë të stacionuara forcat ushtarake dhe policore maqedonase, prej nga kanë granatuar Slupçanin, Orizaren dhe fshatet e tjera të kësaj jane. Gjatë luftës, ku keni qenë ju? Kemi qenë në Katon këtu. A keni pas probleme? Po kemi pas probleme, s'kishmi ujë së në mush pi granatimeve, pi qështotun, pi maltretimeve, këtë pat mush Katoni me ushtri, me polici, mas 16 ditëve erën nga për shpia, nga qitën për shpia me zorë. Me zorë edhe thoshin për sigurimin tonë kushe. Na hajtë të poshtë, i kam pas 6 lopë, e një kali mi kanë arë, në bërë mi kanë ngarku, mi kanë marën, kerin golf 3, hemen i rija kanë, edhe ata ma kanë vedhë, pjo borri. Tesh në dunjat zoti, qa kemi pas, ne kanë bajtë. Majsë bravi ne kanë gjekë shpijet, policia Macedone, me gjithë ushtrien. Do thot, gati tërë fshati është i djegur. E po gati, afer 200 shpive, afer 200 shpive. Po tash masi larguar forcat maqedonase nga fshati juaj, a keni siguri? Po jo marrë, ku siguron? Po siguri, po hestin do policë këtu 3 shqiptar, 3 Macedonë. Kush e për sigurim tonë në më. Uj, farë sigurim. Qëtë shumë. A me ndani se të bëhet ma mirë? Valla, ku me ditë. A be ma mirë, qish më bëhë ma mirë, që ato që në kanë djekë shpijet, që të parë. Ato në kanë djekë katonarë, që tërë kush që ka ditë, kur kush se ku anë shpia Hedibit, ku anë shpia Stojane. Ato pitë pallon ke pja ato shkenë konë. Kajtë me recept janë djekë shpijet. Këtu jetojnë edhe Macedonase? Edhe Macedonë, ornojnë një 30 shpi. A jetojnë enda ata këtu? Jo, po vinë ditën që të ka një saat edhe po ikën të bërë. A me ndani se mund të jetoni bashkë, prapë? Po, ku me ditë, valla, ku me ditë. Ku me, ajo drejkë në hazër, e di që ta kanë gjekë shpinë, ti kanë vedhë ato, të kanë plaçkit, ti 13 vetë jam, që në shpit huj jam të nejtë. S'kam ku hinja ti, heq. Dimnin qësh me ndonë me kalu? Ha? Dimnin? Po dimnin që ti kam shku të kujshit që gjem një shpi janë. Aje ka një shpi në Kumano, aja në Kumano, kam shku në shpit ati jam të nejtë. Probleme sa dush kemi pas. Por neve nga ka shtin që kemi pas e shka bëbonat në për tjerët shpia, edhe si kemi leshu vatrat e tona, shëkollore se këto janë vatrat e tona, na që kemi le, që ne kalon gjishe, stërgjishe, ketë tantët. Kanë këshirë me në majtë. Shka me të ka zau qëtër. Me granata kanë qitë me topa, që është pa e si bishin i vetë që janë. Po tani pas luftës, a me dani se do të realizohen qëllimet e luftarëve të ushtrisë shqiptare kombëtare? Duhet të realizohen. Duhet të realizohen se me këta e ka morë përsi për Evropa edhe Amerika e ketë edhe duhet të realizohet kjo. Gjithë shka e kanë lipë tonë. Ushtarët e NATO-s shpesh lëvizin në Opaj dhe fshatët e tjera të Likovës për të vëzhguar situatën. Në fshatin Hotel vizitojmë varrezet e dëshmorëve që ranë gjatë luftës për liri e Barazi. Këtu pushojnë 13 dëshmorë, për të cilëve 3 nga Kosova, Elmi Hoti e Labinot Kasishi nga Caraluka dhe Visar Kasishi nga Drenovci i Malishevës. Nderojmë veprën madhore të këtyre dhe dëshmorëve të tjerë që u flijuan për ardhmërinë e popullit shqiptar. Heroizmi dhe sakrifica e luftëtarëve të lirisë bëri që sot popullata e Likovës pas shumë lotëve, vuajtjeve, derdhë si gjakut, të filloj të përjetoj qasët e para të lirisë. Familja Shashiri ka gëzim. Veprimtari i njohur i kësaj treve, Hysni Shashiri, marton djalin Riadin. Kjo është dasma e parë pas luftës në këtë rajon.